Qoftë i përhershëm kujtimin e te dhe lavdi i qoftë. Personalisht me Vaselin më lidhin vitet të shumta të shoqërimit që nga fëmijëria. Ishim 8 vjet në klasë të njëjtë, ishim ndër gjeneratat që lanë gjurmë në historikun e gjimnazit të Tuzit si gjenerata e tretë e tij. E merit shumë e madhe për një gjë të tillë i takon pikërisht Vaselit. Jo vetëm se ishte nxënës i dalluar, por ishte shok, ishte njeri në kuptimin e plot të fjalës. Gjithmonë i gatshëm për ndihmë, për aksion, për punë. Para 5 vjetësh, kur festuam së bashku 40 vjetorin e maturës, me ne nuk ishin 4 shokët e gjeneratës, na kishin lënë. Më vonë humbëm të pestin, e sot po u bashkangjit edhe Vaseli, duke na cunguar dukshëm ne që mbetëm pas tij e duke rritur numrin e të tjerëve. Zonja dhe zotrin, për jetën dhe veprën e Vaselit, bashkëpunimit me të, do të flas kryetari i parë i komunës urbane të Tuzit, zoti Smail Maliq Shunmulaj. Urdhëroni zotni Shunmulaj. Të nderuar pjesëtar të këtij tubimi mërtor, të nderuar familjarë sinishtaj, më falni, merra rasti që sot edhe unë në emër të komunës së Tuzit e në veçanti si shoqërues në shumë vite, që nga koha e themelimit të këtij institucionit popullor, po paraqitem para jush për t'i shprehur tani të ndjerit Vasel falënderimin për punën e bërë dhe lamtumirën e fundit. Vaselin për një kohë të shkurt në rëmbeu sëmundje e rëndë dhe pa mëshirshme në moshën 65 vjeçare. Ishte në prag të pensionimit, kur do të kalonte kohën ma me qetësi, duke u shoqëruar edhe ma shumë me të dashtun e tij jetike, hanën, me nipa dhe mbesa dhe mbar familjar. Malësia për Vaselin fitoi një ndër juristët e parë duke diplomuar në Universitetin e Prishtinës. U punësua në për qendrat administrative të shtetit të Malit të Zi. Me dignitet dhe kujdes i u vërsul punës në sferën profesionale juridike. Do të thekë se popullata e Balësisë kishte nevojë për një personalitet të tillë dhe si asisoj kur nuk pritoi që t'u dalë në ndihmë njerëzve me nevojë, e ata aso kohët ishin të shumët. Se është kjo kështu, dëshmon edhe rasti, kur dëgjua se Vaseli ka probleme serioze me shëndetin e vetë. Ankesat për fatin e tij u ndjeshin anëmban në për treven tonë, e ma gjërë derte diaspora jashtë treves Malësisë. Edhe këto ditë kur ai ndroi jetë, duke kërkuar mjekim edhe në spitalet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhimbja madhe e kaploi Malësinë dhe ma gjërë.
Jeta dhe vepra e Vaselit ishte e gjithanshme. Me shumë të tjerë nga treva e malësisë, Vaseli ishte me ata të parët kur avancimi të drejtave të mbarë shqiptarëve në Malë të Zi, veçanarisht për të në vend të parë ishte kthimi apo mamin me thanë themelimi pushtetit vendor për treven tonë për të cilën ai ma vonë luftoi shumë. Duke trokitur në dyer deri atëherë të mbyllura të udhëheqësisë të këtij shteti, pa pritua dhe pa hezitua madje edhe në zyret e shumta diplomatike që nga Podgorica, Briseli e deri të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të gjitha këto të koordinuara me diasporën tonë. Të gjitha këto filluan me nismën e tij ndër tjera, por edhe arritjen me suksesin që ai pat që të bëhet zëri dinjetoz i përfaqësimit si deputet i kuvendit të Malit të Zi, që nga ditët e para, pa pritesë, me vendmendje të madhe ju përvu aktivitetit parlamentar, duke kërkuar në çdo rast ngritjen dhe vetëm ngritjen pozitive të drejtave të popullatës që ai përfaqësonte. Në veçanti gjatë mandatit të tij të parë në Parlamentin e Malit të Zi, për fat të keq ndodhi e famkeqja fluturimi i Shqiponjës, rreth së cilës Vaseli u përkushtua në mënyrë të veçantë, si dhe u angazhua pa kursim rreth kësaj, por edhe kërkesave paqësore që të vijej deri te komuna e plot për malësinë e tij që ai e deshti shumë. Kërkesa e tij për komunë të plot ishte e pa kompromis. Unë do të veçoja si shembull i përfaqësimit dinjitoz për arritjen e të drejtave të shqiptarëve, ku do të ngel si shembull kur unë ngrit në kamp duke treguar pasaportën e një familjari të lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku tregou se atij shteti demokratik nuk i pengon asgjë, duke shënuar emrin e vet ashtu si e ndjen prindrit, duke përdorur alfabetin shqip, e vetëm shqip. Kjo gjë motivoi Vaselin që në lidhje me këtë çështje të merret deri në fund, duke kërkuar nga ligjvënësit Malazia që kjo padrejtësi shekullore të sillet në rrjedha normale, duke i kthyer mbiemrat në origjinalitetin ton etnik. Nuk po shkoj më gjatë veprimtarisë së tij dinjitoze për ngritjen e shkallës së drejtave të pakisave gjithësisht shqiptarëve në Malë të Zi, duke mos anashkalua humanizmin e tij, zemërgjantësinë, bujarinë, sinqeritetin dhe afërsinë që krijoi me të gjithë ne që bashkëpunuam me të. Let me lejohet që t'u drejtohem fëmijëve të ndjerit Vasel, Lores, Albianit dhe Antonit, se ishim krenar dhe ata duhet të ndesin krenar për babën që kanë pas. Vasel e pas tokën e lehtë të malësisë që e deshte shumë e shumë. Ju falënderit. Më falni. Në kohën kur Malësia lufton të përkthimin e vetë qeverisjes së saj lokale, komunës së Plotë të Tuzit, në formacionin e parë, bashkë me kryetarin e sotëm të komunës zotin Nik Gjeloshaj e shumë të tjerë, ishte edhe Vaseli. Disa reflektime për figurën e Vaselit dhe veprimtarinë e tij do t'i japë zoti Nik Gjeloshaj në fjalën përshëndetëse të fundit, drejtuar Vaselit. Urdhëron zoti kryetar.
E nderuara familje të ndjerit Vasel, e nderuara bashkëshortë të Han, djem Albian dhe Anton me bashkëshortët Terezën dhe Suzanën, mbi Lora, farefis dhe të afërm, zonja dhe zotërinë. Është ky ndjer obligimet me të rendet që më rasot të ndahen nga kolegu bashkëveprimtari e bashkëpunëtori, nga njeri nga drejtuesit kryesor të organizatës son komunës së Tuzit, nga kryeadministratori Vasel Sinishtaj. Të ndash nga bashkëpunëtori ngusht është jetë e vështirë, veçanërisht kur merr fjalë për një punëtor të zellshëm, profesionist, aktivist të pa kompromis të së mirës së malësisë dhe para së gjithash nga njeriu parimeve dhe idealeve të shëndosha njerëzore. Vaseli ishte aty ku kundërshtoheshin projektet serbomale në misionet e tyre për shtirimin e Dubrovnikut, aty ku kundërshtoheshin politikat asimiluese të pakicave në Maltezi. Ishte gjithmonë me të sulmuarin e me të shkelurin, por kur me sulmuesin dhe shkelsin. Fjala e tij shqipe u dëgjua nga foltorja e parlamentit malazes atëherë kur ajo gati ishte e paimagjinueshme. Fjala e tij u dëgjua kur Malësia luftonte për kthimin e komunës së vet. Ishte njëri nga ata që zënin rreshtat e parë të rrugtimit për fitim të saj. Andaj ishte krejtësisht e kuptueshme që fal njohurive dhe profesionizmit të tij të merrte përgjegjësinë për njërin nga postet më të përgjegjshme të komunës, kryeadministratorit të saj. Ishte njeriu me përvojë nga të gjithë të punësuarit në komunën e re. Pikrisht për këtë edhe nuk nguronim të pyesnim për gjërat nga profesioni i tij dhe jo vetëm. E ai i qetë, gjithmonë i gatshëm për ndihmë, me udhëzime dhe me njohuri juridike bente çdo situatat në shikim të parë të vështira të zgjidhnim para së gjithash në të mirë të qytetarëve tonë. Vaseli ka merita të panumërta, që do të kërkonin kohë vetëm për t'i numëruar. Idetë dhe planet e tij ishin të shumta, për atë arsye e ndjem edhe më tepër mungesën e tij, mirëpo me premtim që ato ide dhe bisedat që kishim do t'i vazhdojmë dhe do të mundohemi t'i realizojmë. Do të ndijmë boshllakun e mosprezencës së tij çdo ditë e më shumë, prandaj edhe e them se pikëllimi që ndajmë për të mund të krahasohet vetëm me zbrastinë që ne la pas vetes. Familje e nderuar Sinishtaj, pranonin ngushtimet më të thella nga gjithë kolektivi dhe nga unë personalisht. Të jeni krenar që patet Vaselin, e tillë që sot t'i limset gjithkuj. Vaselit i qoftë e lehtë leu i nënës malësi, ku do të pushoj i asaj malësi të cilës ja kushtoj jetën dhe e deshi aq shumë. Lavdi i qoftë dhe faleminderit. Të nderuar familjarë të Vaselit, mbahuni të fort në këtë rast pikëllues për ju. Është vështirë të jeshit mirit, por është krenari e madhe për secilin prej jush që kishit bashkëshort, prind, gjysh, vëlla dhe të afërm siç ishte Vaseli. Edhe një herë ngushëllime. Të nderuar pjesëmarrës, dash Zoti e kësaj takimesh të kemi sa më pak dhe të takohemi në gëzime e festime rezultatesh për malësinë. Faleminderit.